Unë do të filloj me një emision të ri që quhet Monat. Zona, kjo vlen për ty. Paneli im do të është i përbër prej këtyne personave. Berat Buzhala. Panelistin e dytë e kam Lirim Mehmetaj. O, zë. Bek Berisha. Bekën, veç një fjallë thët Beka. Beka e bën. Mos më shtemetarë që atje. Shtu që këta janë panelistët e emisionit Monat. Kurja u keni grave zonin të dalë me thonë që po, unë du me qenë kjo ose ajo. E tash, kur pjavnim zonin grave, s'ka më nalju ma, po? Po na vazhdojmë që ashtu që ju vazhdojnë në një ritëm të punës, një javë jemi në ekran, ju jeni çdo natë në ekran. Zoti ju ngift. Ju jeni njerë një javë. Ju jeni njerë një javë në ekran është e vërtet, ama po ta garantoj sa 2 javë të burrave. E, po tash kjo, unë thash fillimi është i vështirë për ju. Do të mësoni. Paulin. Qa po menëm ti? Që është që po më thëtë Paulina? Ska, jena... A ju thash që kjo... Jena në vitin 2025, burat ka necë. Je bo virale të zonat. Une e kom një ide. Hajde. Nëse ti ma përkra idenë tem, që do të është jo në kundërshtim me juve, por do të është në luft me juve për kush ka drejt ashtu ma shumë. Ju e keni emisionin Zonat. Shikus të ndëruar, prej sonte e tutje, unë do të filloj me një emision të ri që quhet Monat. Do me thonë, e në panelin e kom shumë interesant. Hajde. Zona, kjo vlen për ty. Paneli im do të është i përbër prej këtyne personave. Berat Buzhala. Jo, se deti vesh shërapet, aj ti koha debatit. Jo. Ti mund është me pranu, mos me pranu, këta janë panelistët e mi. Po mirë dhe mirë, vish po të tregoj që shka me të shku debati. Okej. Në zonat jemi gati, jetë feni ratë me të ndrysh me kitë gati, janë 22-3 vjetë. Aj deti vesh shërapat 40 minuta pi bën. Po dhe se s'boni kur gjete shpia? Jo, i bën krejt e shpia dhe vima, mu Berati me qërape po vënon, valla. Qëre, Berati ti thujna, Berat, flaj me qërapa edhe nesër kur qush je gati. Drejt në emision. Panelistin e dytë e kam Lirim Mehmetaj. O, zot. Por, këtu e kam një dilim të vogël, nëse nuk i shfaq Ermali pak në të sitë me amor analistin e vetë. Keni me pas të loshe, edhe unë mendoj që lirimi në këto çështjet e të drejtave të burrave do t'jetë shumë i zëshëm, ka njëherë edhe i frikshëm. Dhe me pas në qëllu pak. Uroj t'ju shkoj mbar. Faleminderit shumë. Nuk dyshoj që do të shkoj viral. Jo që mos shkon viral, s'pe bujna eqë. Unë e po du për i notit juve, me shku viral. Po, mirë, hajde panelisti tret është Arif Ladi. Qëra, aj i ka që burat në luft me marshin e UÇK-s. Edhe gratë i ka që? Po, edhe gratë, po, masi po bën një emision për burat, edhe po e thirë një panel burave, po them që i ka që burat në luft me marshin e UÇK-s. Po, ku me i gjetë sot ata bura? Jo, mos të që ku i kam në këtu një dy, po të ka të dhej. Po thuni që me ardhe Arif Vladi edhe me bo një kong, për shambull, diçka kështu për burat, për të drejtat e burave, ju hini shumë rëna kongës, apo? Po, sigurisht e morim edhe një fuqi, henez më të madhe. Edhe luftoni ma shumë. Po. Po mos harro, se panelisti i 4 është Beka që në tega. Beka, një mik i dashur i joni e i shoqërisë tonë, Bek Berisha. Bekën, veç një fjallë thët Beka. Beka e bën. Mos më shtemetarë që atje. Shtu që këta janë panelistët e emisionit Monat. Zona, keni kujdes se do të zhvillohet debat e ashpër. Mësë të të... Jo, na jemi të hapura dhe me bëndë njërë debat kështu edhe me juve. Me u bëndë është ta një panel krejt më i madhë. Pa tjetër. Edhe me arë bashkë me debatu. Sigurisht do të dilni pak të skuqur nga studiot
nuk do të ndjeni as mirë, po unë thash fillimi është i vështirë, kalon mendej, fladiteni. I fitojmë komentin. Po, kjo është me rëndësi.